أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذراذريمة إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرغي محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Zakonisht para namazit të xumas kemi filluar moti kohë ciklin e gjatave këshilla nga urtakët. Ndërsa sot do të bëjmë një shkoqitje të shkurtur për ta trajtuar një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili hadith është i veçantë, i cili hadith i pejgamberit Allahut është përgëzim, e në këtë rast është përgëzim për ata që e kanë bërë niyet me shku në haxh, me ju përgjigj ftesës Allahut azza wa jall. Të nderuar xhamat, këtë dunjë secili kryetar, secili shtet e ka delegacionin e vet. E pritëm delegacionin e filan shtetit, e filan komunës. Dhe njerëzit bojnë gara me qenë pjesë e këtij delegacioni, për shkak fotove, shkrimeve, autoritetit, fitimit pasurisë, famës, kështu më radhë. Luftojnë njerëzit më bë pjesë e delegacionit. Bile hatruo njerëzit mos me thirr edhe mos më bëu pjesë filan delegacionit. Për këtë arsye, përderisa kemi një haxhi që ka bënë niyet me shku në haxh, haxhi i arshëm me bashortën e tij, konvendos që këtë ligjërat me trajtu një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi kallzu haxhis nderuam, edhe atyre që kanë qenë haxh, po dhe juve që do të shkonin të armën haxh, se sa privilegj është me kun haxhi, sa privilegj është me shku në Qabe, shtëpinë e Zotit, sa privilegj është me ju përgjigj ftesës Allahut azza wa jall. Njëri prej haditheve madhështore të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që flet për pozitën e lartë të haxhiut edhe të luftëtarit rrugën e Allahut azza wa jall është edhe hadithi që e ka shënuar Ibn Majah në sunenin e tij, dhe hadithi është i saktë, i vërtet, ose ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: El mujahidu fi sabilillah, luftëtari rrugën e Allahut, haxhiu dhe ai që bën umre, janë delegacion i Allahut. Allahu i thirri, ata ju përgjigjen, e kur i lutën Allahut, Allahu u apron atyre lutjen. Në gjuhën arabe, fjala wafdullah do thot delegacion i Allahut azza wa jall, që nënkupton jo njerëz të zgjedhur, të caktuar, të cilët njerëz ju nis drejt një misioni të shenjtë, drejt një thirrjeje hyjnore, për që përgjigjesh thirrjes së Allahut azza wa jall. Mirë, po duhet me sqaru se Zoti xhallahu ala është një, është i pashosh, i vetëm, nuk ka nevojë Zoti për delegacion, që shkan kryetarët e shteteve, komuneve, kështu me radhë. E pse pejgamberi sa më tha wafdullah, delegacion i Allahut është haxhia, umrexhia, ai që shkon rrugën e Allahut me luftu. Pse këta janë delegacion Allahut? Kanë thonë ulemaja, e ka përdor pejgamberi sa fjalën delegacion të Allahut, jo këta njerëz për shkak të respektit të madh, pozitës të madhe që këta njerëz e kanë të Allahu azza wa jall. Boll për ju marr lakmi, haxhive, boll për ju marr lakmi. Këtë hadith, kur e kum kry haxhin unë se kum ditë. Çfarë do të thonë kjo? Feja është e gjunë. Fakultete kena pas obligim me mësu 2500 hadithe për menç. Ama këtë hadith se kena pas rrezik me mësu, as me lexu. Ky hadith më ka rënë sy vitin e kaluar. Me pas ditë këtë hadith unë besoni që e kisha kry haxhin më ndryshe. Besoni që kisha ndi privilegj
dhe respekt ma shumë se sa që e kum di më herët. Për të arsye, haxhia kur shkon në haxh nuk duhet me shku me dur në xhepa thot populli. Nuk duhet me shku thot që shbohet njëri gati me tesha, me barna, me pare, që ashtu duhet me bu gati me dije. I nderuari haxhi, a pe din mysafiri kuna je? Kushtimisht, a pe din delegacioni kujt je? A pe din kuna je tu ju përgjigj? A je tu e dit për një me kush ta ka qu ftesën ma në haqë? Pse unë e sot s'përshkoj në haqë? Si vjetë, pse unë e s'përshkoj? Që së më ka qu zotë i ftesë. Edhe aj që se ka për Allah, edhe aj që e ka për biznis, edhe atyre e ka qu Allah u ftesën. Ani pse ata e ke spërdorin për famë, për biznis, për pare, se bojnë për Allah. Që të meselë është kjo. Ama pa e bo zotë i emër, t'jeni të bindur që nuk ka me shku në haqë. Na kemi dhe haxhi tonë që kanë bo njetë kone Covidit, edhe mas Covidit me shku në haqë, kanë qelë dere, kanë prit njerëz, kanë përcjell njerëz, so bo me shku në haqë. Pse so bo me shku në haqë? Këta kanë bo njetin, po Allah i se ka qu selamin. Allah i se ka qu ftesën. A mund me shku sot dikun pa ftesë? Për shembull, lajmëron komuna. Ka takim zyrtar se e kine delegacionin nga shteti am, i jonë Shqipni. Unë e kom jom hoq, jom si mëdhënës, jom basi islame, jom atje, e kom një autoritet vogël. A muj me shku unë e pa ftesë? Ata thojnë e hoq, qka erdhe? Erdhe me prit delegacionin. Më falë po, është delegacionin me ftesa. Ndarsëme, në tubime, mbledhje, ku do që shkojsh me ftesa? E Allahu pa ta qu ftesën. Gjithë ditën bënën jetë, s'ta ka qu zotë i ftesën. E qka duhet me bo në të rastet, mu pajtu me caktimin e Zotit, edhe prap me bo vitin tjetër. Njetë me shku nështë Allahu, ta ka shku emrin tonë në lisën e haxhilerëve. Djetarë kërë kanë komentu këtë hadith, ka thunën e moja, Allahu nuk ka nevoj si krijesët për delegacion. Por pejgamberi e ka cek në këtë formë, wafdullah, haxhit janë delegacioni i Allahut për të tregu tre gjëra. E para është për të tregu nderin që Allahu e ka për këta njerëz. E kuptoj ma vonë pse Allah i nderon këta njerëz. E dyta, afërsinë që Allahu e ka me këta njerëz. Ku e ka afërsinë? Në Arafat, vendi bekum, vendi shenjtë. Edhe e treta kanë thonë dietarët, e ka qujt Allahu delegacion se ky njeri, ky haxhi apo këta haxhiler janë për atyre që janë pranuar të Allahu azza xal si mysafir. E të në të adin mu sjell në sallën e pritjes, adin me respektu atë që të ka thirr, sa të servon pastaj edhe të nderon ai që të ka thirr mysafir, kjo është mesele tjetër. Ama veç që të ka qu ftesën, Allahu azza xal nënkupton që Zoti po don. Nënkupton që Allahu të ka dallu pi tjerëve. Nënkupton që ku me ditë sa gjinoja i ki buhet deri sot, Allahu ta ka quni ftesë, se kjo është ftesë e shprehjes mëshirës së Allahut ndaj teje. Dikush mund të më thonë, hala si jam gati për haxh. Se meritoj me shku në haxh. Unë jam shumë i pastër. Unë e kam këtë dhe atë, këtë rregull është, na jemi njerëz. Edhe unë që e kam kapuçin e bardhë, si jam i pa gjinoja. Edhe gjybën e bardhë e kam. Problemi është nuk është e gjybet e kapuçit, problemi është e zemra. A duhet mu të shplu? Jo. E Allahu kur ta shoje ftesën për me shku mysafiri i Zotit, delegacioni i Zotit, kjo është festë krenarie. A pe shohni sot o xhamat? Allah i na rujt. Njerëzit sot krenuan kur i bëhet ftesa, me shka me mbrojt parada të prishkura, që kafshët si pranojnë këto parada, Allah i na rujt. Edhe dera të sjellët. Ne jemi asinë, ne jemi kësine. Pse be ki dalë atim? Ka ftesa pi kryeministit, ka ftesa pi komunës. Krenohet me ftesë haram. Unë s'po thonë mu bo me një madhë, se si të konë haxhijës mu konë me një madhë, as muslimonit. S'po thonë minën shmu tjertë, po thjesht kallzoj zemrës tonde, kallzoj logjikës tonë, trunit tonë, që i lumi Allah të ka dalu pi tjerëve. Aso është privilegj për Agon Halil, për 1500 banorëve në Zhunicë, veç ki me shku me dujna, pa nuk është kjo privilegja? Ki sot të shku me marë para që, sot të shku ndarësën, sot të shku me ungër darka, o të shku me një udhëtim jo të letë, që i ka lecu Zoti punë, në kone sot të pa po flasë, o të ju përgjigj ftesës së Zotit. Kjo është privilegj.
Kjo zbledh me para xhamat. Sa pasani kjo është këtu, më katon. Ma pasani kësa kalin, plot ka. E sa njeri ka mundësi me shku para kësa kalin, plot ka. Pse s'kan shku? E pse s'pëtoj me shku? Hala se ka qenë Zoti ftesën. E Allahu Azza wa Jall i çon ftesën kanë erë befas të do njerëz. Edhe normalisht kjo është surprizë për ata. Kjo është privilegj dhe nder për ata. Edhe pejgamberi sallam ka bënë krahasim interesant. Thotë dërgumi i Zotit, luftëtari rrugën e Allahit, edhe haxhia, edhe umrexhia, tu tret, janë delegacioni i Zotit. Pse pejgamberi e përmendi luftëtarin të parin, pastaj e përmendi haxhien, pastaj umrexhien. Me tregu që lufta rrugën e Allahut, edhe nëse nuk është kushti i pestë i Islamit, po është haxhi, është më rënd me luftu rrugën e Zotit se sa me shku në haxh. Është më vështirë se sa në haxh, edhe harxhohet më shumë se sa në haxh. Mirë po tash do ta shohmi urtësinë. Pse paranimi e 450 vjetëve, ka thonë pejgamberi, do thotë që luftëtari edhe haxhia janë delegacion i Zotit edhe janë të njëjtë. Do ta shohmi arsyeën pse janë të njëjtë, edhe aspektin fizik, edhe aspektin imanor, po edhe aspektet e tjera. E para kanë thënë dietarët është pse ka ngjashmëri luftëtari rrugën e Zotit me haxhien e para, për shkak se të dytë e prishin rahatlukun edhe larguan pi familjes. Haxhia, inshallah sot kur të nisën haxhin për haxh, Zoti e lezonuan, çka ndodh e le shtëpinë, do të shit derën me celc. Nëse ka familje të shtëpia, i lënë anëtarët e familjes. Luftëtari rrugën e Zotit çka bën? Shkon te baba dhe nona me halal. Ma bën halal oj non. Se nashta nuk thena mo. Do të me lon shtëpinë vet, edhe do të me prish rahatlëkin. Nuk është leto xhamat me shku me autobus, pim Preshev, me shku në Stamboll, pe Stamboll zgjidhën, nuk është letë. Malltretim është. Ka dalë kjo mod e re në kohën e sotit. Mirë po, prapë është lodhje. E dyta, ka lodhje me kry haxhin. Ata që e kanë haxhin dinë më mirë se ata që kanë kry haxhin. Ata që kanë kry veç e ndin me fjalë. Ani pse u lehtësu kushtet, është vërtet. Çashtu edhe luftëtari rrugën e Zotit e prish rahatlëkin. Do të mbelon gryën vet, do të mudapi nonës, do të mudapi babës, do të milon e vladia, po mi marr fëmia cull me shku luftë. Ku më marr grujë luftë, shpele. Andaj gjashmëria me haxhin edhe luftëtari rrugën e Zotit është se to ditë duhet mja kthy shpindën, shtëpijës, antarëve, të familjes, dhe kjo nuk është lehtë. Kush garanton ty që i shku në haxh me gjithë këto kushte moderne, ki mund kthy gjallë. E ka caktuar Zoti në Ramazan me dek, për shembull. E ka caktuar Zoti me dek në Qabe, për shembull, në xhamin e pejgamberit në Medinë. A mund më kthy në shtëpi? S'mund. Edhe luftëtari nuk e din apo kthehet më gjallë te shtëpia. Po përshëndetet, u përgatit, mirë po nuk e din a kthehet në shtëpi. Andaj ngjashmëria e parë është se edhe haxhia, edhe luftëtari e prishin rahatlukun në shtëpi. Edhe ja kthejnë shtëpinë e familjes, edhe se din apo kthehen gjallë. Në dy. Të nderuar xhamat, pse ka thonë pejgamberi bash haxhia me luftëtar rrugën e Zotit, e dyta ka thonë me moja Aisha radhiyallahu anha, tha ja Rasulullah, burrët na kalun me sevap. I tha pejgamberi, pse o Aisha, ata shkojnë në xhihad, luftë rrugën e Allahut me mbrojt vatanin, me mbrojt fen, moralin e familjes, pasunin, na gratë rrim të shtëpia, ata na kanë kapërsy me sevap. Tha pejgamberi, edhe gratë kanë xhihad. Qysh ja Rasulullah, edhe na duhet me shku gratë lufta? Tha jo, edhe gratë kanë xhihad, a xhihadi grave është haxhi. Edhe burrët e kanë zonë me kry haxhin, ama gratë e kanë hala marrën. Sidomos nëse gjatë haxhit i vinë mosacionet Allahut nderoft për mojshme. I të llovitet e sapi pa. Lëkshto trupi ajo kjo ka rregulla. Andaj e ka krahasu pejgamberi haxhin me xhihad, për shkak se të dyjët kanë lodhje. Gjithashtu ngjashmëria e tretë është të dy sakrifikojnë pare. Edhe me shku në luftë rrugën e Zotit, duhet mu përgatit me pas pare me veti. Jo sikur se që shka rasti në Siria dhe vende tjera që i mashtruan shumë tri. Shërbime dhe huja, je pare, je paton, na morën rinin, të na jo, alhamdulillah. Në Kosovë plot kanë shku. Pa dije,
si ndarësëm, që pare hes shko, Allah në rrujt, ku jetu shku Allah? Mbroj vatanin ton, vendin ton, ku po shkon? Edhe haxhia, edhe luftëtari haxhit pare. Sot me kry haxhin të ndërrua xhamat, gati u bot gjysh shtëpia me marru. Është të vërtet kanë shku kushtet nalë, çmimet, mirë po jo si të na. Presheva, provincë e vogël, keni të bindur, i ka çmimet, po du me krahasu me Gjermaninë, se përshkojnë në Zvicër pak ma shtrejt, keni të bindur se si në Gjermani. Ka raste që o 7.000 euro haxhi, ku bëhet 8.700. Aqo edhe kushtet janë dallim si nota me ditën. Mirë po, ata që bojnë organizime, e pashin qafë vetë të pashin. U bo zor. Andaj, du të marrë gjithë pare. Edhe ai që shkon haxh, edhe ai që shkon luftë rrugën e Allahut azza wa xal. E treta, të dy kategoritë përballen me vështirësi fizike. Ka njeri me shku me kë në Prishtinë vjell 3 herë, e mundon udha. Ka njeri tutët me aeroplan me udhëtu. Ka njeri friksohet me udhëtu gat me autobus, u ka fillën autobusin, ndodhi ajo, unë as po du me tuta kanalil, po du me thonë që ka vështirësi. Andaj edhe ai që shkon haxh, lodhet, njerësitet, nervozohet, dikush ja prish, e vron komën banki, i hyp temperatura, ka kokëdhëmbje, vjell, krejtën të mundshme, sikur se ai që shkon luftë rrugën e Zotit, që ka vështirësi, edhe ai që shkon me kry haxhin, i ka vështirësitë e veta. Gjithashtu, të dytë e kanë një kusht, që pa atë kusht si pranohet as haxhi, as lufta rrugën e Zotit. I thanë ja Rasulullah, cili është luftëtari më i mirë, tha ai cili ka dalë, e kalon pasurinë, vatanin, familjen, këti kalon mas veti, ka dalë për Allah. E nuk ka dalë me thonë filani është trim i madh. Mos e kesh përdor luftën që e ke bu, mos e kesh përdor atë rrezik të madh që e ke përjetu. Nga se dunjaja është e vështirë, ti jo është pasha Zotin. Të lumt ata që kanë ndek faqebarë, e ata që kanë kallëzu trima edhe kanë me gjallë, mos ta kesh përdorin. Atë ma punë të madhe që kanë bërë. Për të arsye, prej 3 njerëzve që Allahu ka me llogarit dhe me ka me kallë me ta xhenemin është ai që ka luftu rrugën e Zotit. E qet Allahu dhe e pyet. I thotë, o filan, të ku mëllon shnet, të ku mësu strategji, je kon luftëtar i madh. Për shka luftove? Thotë, o Zot, ku ju më luftu që tjetë fjala jote më e larta. Allahu thotë porren. Pra nësë aron do është me lon familjen vetë, mu plagos, do është adhe gati me dek, me hu vatanin, me hu shpirën, me takall shpirën, kej të në zezët u kam bo. Edhe në fund këto me bo vesh por me dal nga gazetet. Në fund vesh me shkujt një shkrim, bota sot, Kosova sot, filani trimi, filan brigadës, që ka që është mjafton me ta hu gjenetin tyje, edhe me thonë Allah i porren, e ki bo me dal nga gazetet. E thot Allahu kur ki dekti, ja ku mundësu njerëzve në kokë, mi amush menen që për me i kontrimi malë. Andaj që qëritit të duhet me konë, do thot, në pikë vëmendjes. Gjithashtu, të dytë i përgjigjen, ftesës e Allahu dhe të dytë, do thot, i falen më katët. Haxhia kur kthehet pi haxhit, nëse ju ka pranu haxhi, do ta marrë vesh hytve, sikur se kur dale pi barkut nanës, 0-0, raport me Zotin, jo me krijeset. Edhe ai që bjen shahid luftë rrugën e Allahut, ka thonë pejgamberi, pika e parë e gjakit që del nga trupi i dëshmorit, i bin gjunohet për toke. I plagos për shkepon luft, me mbrojt vatanin, venin, krenohu. Të ka ndalë 10 pika gjakit, ki hub gjak, krenohu. Se pika e parë e gjakit që del për trupit ton, të mbrojt vatanin, pasurin, fen, fjallën e Zotit, kanë me tra gjunohet. Nuk është letë kjo mesere. E kanë po shokët e pejgamberit njëri shumë trim i madh. I thanë ja Rasulullah, që kysi më shkujen në xhenet, na ala ma hiq. Tha pejgamberi shuni. Tha mësa ja Rasulullah, prit një pak, se lufta është e rond. Kur e gjetën filanin, e kish ngull Allah i na rujt shpatën në bark. Tha ja Rasulullah, shka ndodhi? Tha për shkak se s'ka bu sabër, ka marrë plag, edhe për shkak se s'ukon jeti i pastër, e ka mbyt vetën Allah në rujt. Andaj një jetin islam është sipas asaj që është mrena. Edhe dyta sipas përfundimit, kur kuna mos i thuj mashallah fillim të punës, thuj mashallah ku ta fshije njerëz në fund, trak, e hek shallin, e hek mishën, u përfundu puna. Për atë arsye, rroga kur mirët. Në fund muajit zakonisht, pse s'mirët fillim? Pse ka që pranari me pa punën deri në skej, me ta pa njerëzën deri pikën e fundit.
ta në fund çka që rrugën merr. E ki bitis punën si ka hije. E me ta dhon rrugën fillim, ndodh keq kuptimi, ndodh ajo, po du me lon, ka probleme, s'ka, në fund mujt e me rrugën edhe u kry puna. Për atë arsye edhe puna në Islam, sidomos puna e madhe është që ka thonë pejgamberi innamal a'malu bil khawatin, pra vepra problemin sipas asaj që përfundojnë deri në fund. Pse Allahu i ka caktuar këto dy ibadete? E para, tha pejgamberi sallam, për shkak se Zoti ka qef mi pa disa njerëz mi dallu. Qashtu i dallon edhe luftëtarët edhe haxhilerët e sinqert. Në dy, Allahu azza wa jall ka qef disa njerëz mi andi zonin. Për shembull, dikush ta ka mu synin, u fal me ty 10 vjet, 15 vjet, edhe s'ta ka marrë meja që ky ka më kon haxhi nesër, edhe hop del më ner. Mara se ki bobe plan me shkun haxh, se ki pas kush caktimi i Zotit. Allahu pas ka çu thirrje, po shkojnë haxh. Filani u kon me ty në xhami, su kallzu trim, nuk u kallzu burri i madh, s'ka bërti se ka ngre zonin. Vjen puna me dëshmu, me mbrojt vatanin, me mbrojt fen, me mbrojt adheun. Kur ta shoj filani, u vesh, shkoj. Pse shkoj? Allahu ka pas shef me pa në front, se u koni sinqert me Zotin xhallahu ala. Inshallah e ko për haj haxhilerëve ky niyet i haxhit. Elu Zotin e madh se inshallah shkojnë shëndosh e mirë, kthehen shëndosh e mirë me hash të pranum. Ndërsa atyre që kanë qef me shku në haxh inshallah, Allahu s'ia merr shpirtin pa apo Bejtullahin apo çabën. Zoti do mësmiru alhamdulillah rabbil alamin.